bëni? Po sa të bukura që ngeni bërë. Sa i mani që duke! Pritë të shikoj më. Sa të Se duke më e madhe. Me shiko mua i qi. Largoj që të shirë sa të madhe. Nina, ti ke dëshirë për një vëlla? Po, I ke kërkuar mamit edhe babit të kesh një vëlla? po. Me që do një beb nga mami dhe babi, të doje një motër apo një vëlla? Një motër. Po pse një motër dhe jo një vëlla? Çfarë ke dëshirë të bësh me motrën? Sepse motra me shumë nuk kam kukulla vetëm për kosa edhe nuk kam për çuna. E do luaj me motrën kukullash. Po, e pastaj kur të vi motra në shtëpi dhe të haj biskota me qumësh në shtëpi, do zjem unë me motrën. Do zihesh? Po, unë do këtë biskota me qumësh, jo, unë. Dinara, zihesh me vllaj? Nga një herë. Për çfarë ziheni ju? Vllai, kur i the unë të them diçka në vesh ose të bëm një lojë, vllai nga njerë nuk më lën. Nuk të lejon? Ja. Po si pajtojeni, pastaj ju pajton mami apo vetë? Ne pajton mami. Si ju pajton mami, çfarë ju thot? Mos bëni zhurmë dhe mos u zini. Okej. E përqafon vllajin pastaj? Po, Okej. dhe pastaj vllai më përqafon vetë. Bravo. Po çfarë keni marrë kështu me vete sot për të bërë? Të shikoj lulën në rëndësi. Shikoj nga brenda ca pika, më duket si shiu. Ku është? Ja këtu. Brenda lules? Po, Po tjetër, si të duket? më duket si një gjigante madhe. Po ty Nara? Më duket lulja si një diell. Dhe më duket tani më duket me portokalli dhe me të verdhë. Si të ngjan? Si dielli. Si dielli. Si e mirë. Po ta shikoni kështu tek drita, mere dhe shikoj Më kështu. duket të shik si vezullore. Shikoj kështu. Si u duket? Si një çadër. Si një çadër? Po. Po ty Kanina? Edhe mos një çadër. Okej. Dhe ne përveç luleve, duam të ngjyrosim edhe letra. A mund të çojmë Patjetër. Pa, çfarë të doni ju? Ne dhe do piktura. Okej. Hajde. Çfarë do merrni? Unë do marr kështu. Unë Okej. do marr një flet e ndërshëlletje. Okej. Okej. Do marr dhe një ngjyrë. Okej. Po çfarë do pikturoni? Unë do pikturoj. Unë do një ver. Okej. Unë do pikturoj një Çfarë ngjyrash ka ylberi Nara? kuqe, Aha. Leila, të verdh, portokalli, bërqelle, blu, jeshile, mente. Po sa ngjyra të dolën ty se ylberi ka vetëm 7 ngjyra? Apo ti e bën ylberin sipas ngjyrave që ti do? Nuk kam bërë një flamingo. Ngjyrave që e dua. Okej. Nara, nëse do zgjidhje të ishe një ngjyrë, cila ngjyrë do doje të ishe? Kuqe. E kuqe? Pse do pëlqen e kuqe? Nga që është një çik si e fortë. Edhe mua më pëlqen e kuqja. Më desha të isha dhe ngjyra roz. Pse roza? Edhe nga që është në një çik si e hapur dhe e fortë. E ëmbël. Pa. Po ti zemër, çfarë ngjyre do doje të ishe? Ne të ishe ngjyra kuqe. Si dhe ti kuq.
Nëse do doje të bëje një udhëtim me mamin dhe babin, do doje të iket te deti I kuq. Po. Po çfarë ka atje? Atje ka peshë yndyrë portokalli dhe jeshile, të zezë dhe blu. Çfarë ke pikturuar? Kam pikturuar një flamingo. Por e ke vënë mbi dritë. Ka efekt të drita tek fleta jote? Jo, se është shumë e trashë dhe errës. Po te nara? Fleta e narës? Po, Po pse mendon se këtu ka efekt? sepse te drita duke një ngjyrë shumë e hapur, kurse këtu duke një ngjyrë shumë e errët. A do të lutem të marr një fletë si narës? Patjetër. Për kë po e bën atë zemrën e kuqe? Për mamin dhe për papin. Të vendos mami rregulla në shtëpi? Po, Nëse ti do ishe një ditë mami, çfarë rregulli do vendosje për mamin tënd? në vendosja rregull që ta ndihmoja me punën. Ti e ndihmon mamin me punët e shtëpisë? Po, E ndihmon. po. Nëse do ishe mami për një ditë, për çfarë do I thoje jo mamit? Nuk do ta lejoja edhe do I thoja jo për mami I hasherazi. Çfarë hanë shërozi mami? Çokolata. Ku e ke parë? Nuk Si e ke kuptuar? e kam kuptuar se e kisha lënë çokolatën I qikë dyshe të mate, mami shkoje kryfsherazi, edhe unë pash që e kishte lënë I qikë. Edhe ti e kuptove që e kishte ngrënë mami. Po. Dhe si ke mami pastaj? I thash mos I bëj me këtë gatbime kur unë I eqja dhe pastaj I çova diku më lart që mos ta kapte mami. Okej. Mami, domethënë, do I thoje jo për çokolata. Po. Ti e di që ndonjëherë mamat e ndryshojnë mbiemrin? Po, për unë nuk kam qef që mami im të më që të ndryshoj emrin. Emrin apo mbiemrin? Emrin dhe emrin. Unë do të them Euglena edhe Brunegi. Egi. Po, Ty të pëlqen më shumë Euglena. po. Po mbiemrin si e ka mami? Emrin Euglena Gjeka edhe mami Egi. Okej. Po ta ka shpjeguar mami si pse e ka ndryshuar mbiemrin? Që është më kërë babi. Se duhet ta ndryshonte mami, të pëlqen ty? Fakti që e ka ndryshuar mami mbiemrin? Jo, Nuk të pëlqen fare. fare. Po si duhet ta mbante mami mbiemrin? Në të mbante Gjeka. Ti do e ndryshosh kur të rritesh? Jo, Fare? fare. Çfarë mbiemri do mbante? Thjesht do ta ndryshoj, hoxha edhe do ta bëj kanina Elsa. Po pse ka Nina Elsa? Sepse më pëlqen shumë të bëj Elsa. Të bësh Elsa? Po, Okej. Ruse, nëse do doje të ndryshoje diçka te mami, çfarë do ishte? nuk do të ndryshoja si që se mami në Të dhuron gjithmonë dashuri. Pa. Si ta shpreh mami dashurinë? Me jemi në prave. Të tregon prava. Cila është loja jote e preferuar me mamin? Njerë me mami dhe me vllajën bëj gurit dhe me gërshëra. Okej, të pëlqen të luash vetëm me vllajën apo të jetë dhe mami me ju? Të dhe mami dhe babe. Kur erdhi vllai në shtëpi, që lindi mami, që erdhi vllai në shtëpi, u bëre xheloze ti me ardhin e vllait? Po, Pak fare? E shprehve mami ti që je pak xheloze? nuk e ta shpre. Nuk i the fare. Të gjithë kujdeseshin për vllajin. E shikoje që mami kujdese më shumë në fillim sepse ishte I vogël. Si ndiheshe ti? Mirë. Mirë? Po. Ti kujdeseshe vetë për vllajin, e ndihmoje mamin? Po, Si për shembull? kur nga një herë, kur ishte shtëpia rëmuj, e rregulloja me mamën. Bravo. Kanina, çfarë ke bërë?
Çfarë ke pikturuar? Kam bërë një lepurush. Me ngjyra. Po, Super. Përveç pikturës, unë kam vënë re që ti në qeramik bën shumë krijime të bukura. Të pëlqen qeramika? po. Ke vënë re që disa nga këto qeramika këtu punimet këtu janë të tua. Kanë emrin tënd. Mama duhet një Leila. Kur nuk është me dritë, duket e kuqe, duket si rozë e hapur. Po kur vendosin të drita? Duket si e kuqe e erë. E fort. E erët. E fort e erë më do të thani që tua. Patjetër. Vetëm e fort, është për e forta. Po. Kështu duket si rozë. Mhm. Dhe sa të drejtë duket si e fort. Okay. A di që unë kam gasur makinën? Dhe ku shkua? Te preri babit kam gasur makinën me babin dhe me mami. Shkuam në Nëna Lumja. E Nën Lumja? Jo! Në fshat? Po ku Te shkua? Nëna Lumja. Po ku? Tek Nëna Lumja. E po pra, tek Nëna Lumja. Se dua Nëna Lumja. Më fal, Nëna Lumja. Atje shkua? Në Po. fshat? Po. U kënaqe? U kënaqja. Është shumë e bukur kjo. A i di që unë i sollar lopës? Me vërtet? Po. E ushqeve? Pa. Po tjetër. Ja shërova viqë, se viqë ishte i qiki së murë. Po si e shërove? Ja shërova Mhm. duke ja mbajtur qetë edhe ja ndihmova për ta pastruar punët edhe për t'i dhënë ato ushqime që viqi i ka qef, po viqi as nuk dinte që të nuk flinte mirë edhe unë vija zjuar natë. Për të ruajtur viçin? Po, Për të kujdesur? po. Super. Po tjetër në fshat çfarë bën? Në fshat tjetër kemi shëruar edhe lopën, se lopa për pak ishte duke ngordhur. E shërove ti me gjyshin? Po. Ke nënën dhe gjyshin të fshati. Do e marrësh Narën dhe tregosh fshatit se Nara nuk ka qenë asnjëherë në fshat. Po. Çfarë do i tregosh Ashtu atij? ti ati thoja Narën. Ashtu do t'i thoje? Po. Po çfarë do i tregosh Narës të fshati? Do t'i tregoj që çfarë ngjyre janë lopat e fshatit. Përveç lopëve po tjetër, çfarë ka të bukur fshati aty te nëna jote? Që të haj mish pule. Po Edhe tjetër. të provoj qiklafshën e kaposhit. Po, shumë mirë lafsha e kaposhit të Nara. Unë nuk e kam në. E po të ta hash kur të vinë në fshat. Po tjetër? Çfarë ka fshati të bukur nëse? Tregoj çik Narës çan, si është fshati te nëna jote? Unë do t'i jap Nara skuterin tim që të lozi në fshat me skuterin tim. Kam, nuk ta marrni. Do E kam me marrësh? drita. Okej, E do kam marrësh. dhe kam me Po ku do drita. luani atje? Ka hapësirë atje te fshati? Po, ka e një rrugë të vogël, edhe aty është për skuter edhe rëshitën shumë. Okej, po tjetër? Pastaj kemi një rrugë të madhe fare, sa mund të shkojmë ne te Nëna Lumja me skuter. Super. Do shkosh ti Nara te fshati? Pa. Përveç pikturës dhe qeramikës, cilat janë aktivitetet që ju pëlqen më shumë te Primos? Më pëlqen më shumë baleti. Baleti. Po ty Kanina? Pëlqen më shumë ekskursioni në kuvend. E di ti kush është kryeministri i Shqipërisë? Është që drejton Shqipërinë. Kush e drejton Shqipërinë? Kryeministri e Shqipërisë. Po cili është ai? E di emrin? Po, Si e ka emrin? e Tirana. Do të pëlqente ty të ishe në vend të Edi Ramës një ditë? Po, Të drejtoje Shqipërinë? po. Çfarë do ndryshoje te kjo Shqipëria jonë e bukur? Në ndryshoja që flamuj të ishi
që shqiponja të ishte kuqe edhe flamuri zi. Po pse? Ose si doja. Ti e di që shqiponja është e zezë. E po, mami më ka vlerë edhe bluze me shqiponjen të kuqe. Po e di ti pse flamuri është me të kuqe? Jo, Nuk e di. nuk e di. Di çfarë simbolizon? Jo. Gjakun e shqiptarëve që kanë çliruar Shqipërinë kur ishte në luftë. E kuqja simbolizon gjakun e njerëzve që kanë çliruar Shqipërinë dhe shqiponja është ngjyra e zezë. Edhe i bën flokët të zezë? Aha. Ti mendon se shqiponja ka flok? Po, Si ka të zeza? i ka të kuqe. Të kuqe. Mama me Nara shiko si flokët shqiponja i ka. Nara shiko si janë këto cica. I ka gri. Shqiponja s'ka flok fare. Ka zgjedh. Nara shiko sa bukur janë. Çfarë të doje të ndryshoje ti tek kjo Shqipëria jonë? Kisha që të ndryshoje që të kishte pak që të loznin fëmijët me skuter ose me bicikleta të lodra. Do ishe më e lumtur? Po. Ndoni se kur të rriteni do e bëni Shqipërinë një vend më të mirë? Po. Do bëne ti Kanina që Shqipëria të ishte më e mirë? Çfarë kontributi do jepje? Do japje një kontribut që ta shëroja Shqipërinë. Çfarë mendon se ka të sëmurë Shqipëria? Cila është sëmundja e Shqipërisë, Kanina? Është që Shqipëria doja që të rrinte rehat pa u mërzitur. Po çfarë e mërzit Shqipërinë? E mërzitën pemët, këto shtëpiq se ka i qik pemë. Ka pak pemë? Po, Do mbillje më shumë pemë? po. Çfarë do ndryshoje te Shqipëria jonë? Si do e kontribuoje te Shqipëria jonë? Që të bjesha lule. Lule, me shumë ngjyra. Po. Dha vetëm me mbjellje. Po pse çfarë do bëje ndryshe ti? Çfarë do e zbukuronte tjetër Shqipërinë? Të zbukuronte një ajër i pastër, jo një ajër prej mbeturinash. Ju jeni shumë shoqe të ngushta. Po apo jo? Po. Sa e shumë e doni njëra tjetrën ju të dyja? E do sa zemra që na dhe fort. Unë e do kaq. Kaq e do kaq. Kaq shumë. Unë e dua. Kaq. Mendoni se do ta mbani shoqërinë kur të shkojnë në shkollë? Do ta takojeni pra? Pa. Dhe çfarë do mendoni? Edhe në punë. Edhe në punë kur të rritesh? Pa. Mendoni se do punoni bashkë apo në punë të ndryshme? Do punojmë bashkë. Do punoni bashkë. Kur të rriteni dhe të shkoni në punë, si do ja shprehni njëra tjetrës dashuri? Do ja marrim në telefon. Do e merrni në telefon, po pastaj Që të përshafojmë prapë. si mendon se do ja shprehni njëra tjetrës dashuri? Dashurin do ta shprehim duke na marrë malli dhe duke ardhur në shtëpi. Unë në shtëpinë e Naris, Nara në shtëpinë time. Do shkoj të shtëpia Kaninës dhe ta përshafoj shumë.